Këtu është horoskopi i martë 14 tetor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Sot do ta gjeni veten duke debatuar me dikë që e di se ai ka shumë gabim. Nuk do të ketë siklet për të bërë një zgjedhje, disa pavendosmëri mbeten të dashuruara ose nuk keni më besim tek dikush. Demi. Sot konfuzioni mbretëroni lart, rreth jush shumë njerëz që flasin dhe nuk përfundojnë. A do të jeni të gatshëm të toleroni? Niveli juaj fizik është pak poshtë. Veproni me kujdes sepse dita është e ndrydhur. Binjaket. Defektet, kjo ditë do të rrezikojë gjithçka përveç dashurisë, në fakt ju duhet vërtet një njeri ku të mbështeteni. Takime të bukura për ata që janë vetëm dhe projekte të reja për çifte e reja. Shumë shpenzime të grumbulluara së fundi. Gaforja. Sot mund të merrni mesazhe të veçanta, ose nëse një njeri në të kaluarën ka refuzuar disa nga kërkesat tuaja për vëmendje, mund të ketë një kthim të papritur. Luani. Historitë e dashurisë që nuk llogariten do të vijen në dyshim, keni vendosur të mos humbni kohë me njerëz që nuk meritojnë vëmendje. Ditë e veçantë kur mund të përplaseni me shumë njerëz. Virgjeresha. Sot ka një shërim të mirë psikofizik. Në këtë periudhë favorizohen bashkëjetesat dhe martesat dhe favorizohen ata që duan të kenë një fëmijë. Peshorja. Mos vendosni shumë mish në zjarr. Në dashuri ka diçka që nuk është e qartë, dikush është ndjer i tradhtuar kohët e fundit. Akrepi. Ata që presin lajme ose ndoshta rezultate të çështjeve të rëndësishme do të kenë më shumë se përgjigje pozitive brenda 2 javësh. Provimet e preferuara, dashuria është përsëri protagonist në zemër. Shigjetari. Periudha e shumë ndryshimeve në jetën tuaj. Në dashuri ju duhet të bëni një zgjedhje. Britsjapi. Dashuritë që lindin tani janë interesante, disa çifte mund të vendosin të jetojnë bashkë ose të zyrtarizojnë një histori, një periudhë pjellore në përgjithësi. Ujori. Në dashuri duhet të kompensoni kohën e humbur. Rezultatet e punës mund të varen nga projektet tuaja. Peshqit. Ditë interesante. Ton më i mirë fizik, planifikoni një udhëtim nëse mundeni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.